Në minutat në vazhdim të flasim për shëndetin mendor të nderuar shikues, ndërkohë që psikiatria ka sjell trajtime moderne edhe mundemi me thënë edhe më efektive se kur. Stigma ndaj çrregullimeve mendore vazhdon të mbetet një sfidë e madhe, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera. E për të kuptuar më shumë rreth këtyre zhvillimeve dhe rëndësisë kërkimit të ndihmës, sot në studio kemi të ftuar specializantin e psikiatrisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gani Abazi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, ju faleminderit për ftesën. Ndërkohë që psikiatria ka sjellë trajtime moderne dhe efektive, ju ka një kohë të gjatë që jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe tashmë jeni një specializant i psikiatrisë apo jo? Po, tani do të filloj, domethënë kom përfunduar një pjesë specializimit psikiatrisë në Brigham Young Bridge Medical Center New Jersey, ndërsa tani do të filloj me një korrekt subspecializimin e psikiatrisë të fëmijëve. Paraprakisht kam punuar si punëtor shkencor në kuadër të Universitetit Harvardit, edhe kam përfunduar magjistraturën në politika dhe menaxhment shëndetësor. Në Kosovë jam angazhuar me shumë programe humanitare për spitalet dhe pacientët tonë. Mirë, po tani fokusi do të jetë në shëndetin mendor, edhe unë ju falenderoj për ftesën. Unë mendoj që janë disa gjëra që ne mund bashkërisht të adresojmë në Kosovë në raport me qasjen shërbime shëndetësore, në veçanti në raport me terapinë që ofrohet, për arsye se nga ajo që pash, duke ekspozuar ndaj disa pacientëve që kanë pasur ndihmë në Kosovë, disa nga terapijat më të reja për skizofreni për shembull, është jashtëzakonisht e shtrenjtë, është ose vështirë për të gjetur edhe pacientët tanë, nga ajo që unë kom pa disa prej tyre pranojnë terapi që përdor para 30 viteve më shumë. Po çka ne kuptojmë sot me trajtime moderne në psikiatri, nëse këto terapi janë përdor para 30 viteve? Cilat janë metodat e trajtimit? Në rastin konkret, kjo bëhet nga diagnoza dhe nga sëmundje specifike, por në rastin konkret për skizofreni janë disa nga antipsikoteket, ne i quajmë gjenerata e tretë, janë kryesisht bëra për shembull si brexpiprazol, aripiprazol, cariprazin, cilët janë shumë më shtrenjtë për mu ple, vështirë më gjetë, edhe ato kanë një veprim, domethënë, receptor të dopamine që jo vetëm i bllokojnë, por ato i balancojnë, edhe efektet e tyre të pacientëve janë jashtëzakonisht më të mira, sepse qasja para shumë dekada ka qenë ndaj sëmundjeve psikiatrike, në veçantë ndaj skizofrenisë, që pacientët t'ju bën një sedacion i rëndë që ata kryesisht flenë dhe t'jenë qetë gjatë ditës mirë, po tani në qasjen më moderne e psikiatrisë, qasja është që të krijohet një lloj functional recovery në anglisht, domethënë një lloj kthimi i funksioneve që njeriu jo vetëm që të pushohet të jetë flej ose të jetë i qetë, po njëkohësisht të jetë funksional në punën dhe profesionin e tij. Si të arrihet kjo? Që të sigurohen ato bana për pacientët, konkretisht për skizofreninë e folëm, domethënë aripiprazol, cariprazin, brexpiprazol, të na i thomi gjenerata tretë antipsikotekëve. Mirë, që unë në rastin konkret me një pacient, furnizimi mujor ishte mbi 200 euro dhe familja nuk ka mundësi që ta blej cariprazinin. Kjo në kupton që duhet shteti të bëjë diçka që të sigurojë që këto bana më moderne të sigurohen për pacientët në Kosovë. Ky nuk është thjesht një shpenzim, por është investim në shëndetin e njerëzve tanë, që ata të jenë funksional në punë, në jetë dhe shëndeti mendor i popullsisë reflektohet në gjithë mbarvajtjen e popullsisë. Prandaj unë lexova në disa publikime që buxheti vjetor i Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2026 është dikun rreth 380 milion euro,
edhe unë shpresoj që shëndeti mendor tjetë pjesë e një allokimi më të madh buxhetit ndaj shëndetit mendor, në veçanti janë domethënë qendrat e komunitetit që janë hapur në Kosovë, pesë prej tyre të krijohet një lloj qasje multidisciplinare ndaj pacientëve që kanë probleme mendore. Kjo për arsye se në shumë raste roli i sociologut, i psikologut është i domosdoshëm edhe shumë i rëndësishëm në raport me menaxhimin e smundjes, edhe duke marrë parasysh edhe vetë kuadri, numri i kuadrit psikiatri në Kosovë është i limituar. Atëherë kjo e bie që psikiatri jetë jashtëzakonisht i ngarkuar në menaxhimin e pacientit si pasojë e mungesës së punëtorit social edhe psikologut. Ato janë komponente shumë të rëndësishme në shëndetit mendor, për arsye se duhet ndjeket si thosh compliance, më falni gjurë anglisht, do më thonë sa i merr pacienti barnat, sa ka qasë ndaj barnat, edhe si trajtor, sepse smundjet mendore një karakteristikë që kanë është që shërimi i tyre merr një kohë shumë të gjatë. Edhe kjo nuk kupton që pacientat duhet kanë qasën barna dhe t'i morin ato. Në shumë raste pacientat psikiatrik hezitojnë që t'i morin barnat ose i ndërprejnë ato sepse shumë për tyre kanë efekte. Po, doktor, apo avancuar medikamentet tradicionale, ndoshta me metoda më të avancuara? Si që shëndron në Amerikë? Në Amerikë shkon bashkë protokolleve të cilat rekomandohen nga shoqata amerikane psikiatrave dhe ato barnat janë disponueshme edhe sigurimit i bëhen mirë për në Kosovën. Nuk e di se cili në aspektin e gjënët popullsisë, unë mund të flasë vetëm nga rasti që këmë pa me pacientët që kanë kërkuar ndihmën time. Edhe regjimi terapeutik është pothuajse 30-40 vite i vjetër, edhe ato barna disa për tyne nuk mund t'japen në raste ambulantore për arsye se duhet monitorim i vazhdueshëm analiza laboratorike si pasojë efekte avancore, nëse pacienti jeton në një fshat diku në lagët edhe shkon te mjeku në vetë, çka më ndodh nëse kemi efekte avancore. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme që dëshiroj ta theksoj, kur medikamentet që janë psikotrope, ka shumë rëndësi që edhe ndalja aty në tjetë graduale, sepse në rast se atëherë le të themi një pacient e ka marrë barnat për nivel 2-3 edhe pa prit mas ato ndaljen, atëherë mund të shkaktohet një jo stabilitet hemodinamik edhe efektet anësore mund të jenë shumë të rrezikshme, si për shembull tendenca për vetvrasje ose për agresivitet e kështu me radhë. Kështu që janë protokollat veçanta që çdo bar na i thoj tapering, domethënë doza nuk dalet merr bar, por shkon në mënyrë graduale brenda 2 javë, në disa raste deri në 2 muaj heqja graduale bar. Edhe e kam përshtypjen që nuk ndodh vetëm tek trajtimi i pacientëve me probleme të shëndetit mendor, po pothuajse në të gjitha smundjet, nëse një pacient merr një dozë të madhe, atëherë që ndërprerja patjetër që duhet të jetë pak më graduale. Unë tash nuk jam i specializuar në lajme tjera, unë më të flas vetëm barna psikotrope, efektet e tyre anësore, domethënë që ndalja e papritur e tyre ose ndërrimi prej një bar tjetër mund të ketë pasoja trenda për pacientin, edhe këto janë diçka që unë shpresoj që në kuadër të kujdesit psikiatrik, domethënë të fokusohet shumë më tepër në psikofarmakologjinë, mënyrë që ne të studiojmë, të përdorim barnat më moderne, por njëkohësisht të përdorim bazë protokolleve ndërkombëtare që janë për to. Mirë, doktor, po sa po i kushtohet në përgjithësi rëndësi shëndetit mendor?
Kemi parë që gjatë pandemisë është diskutuar shumë sa i përket shëndetit mendor, sepse ndryshimi i stilit e jetesës ishte vërtet një shok për shumë kë. Sa i kushtohet shëndetit mendor rëndësi edhe çfarë do duhej të kishin parasysh institucionet në Kosovë me adaptu apo me përfitu nga politikat të cilat janë lehtë adaptueshme dhe që funksionojnë në vendet të tjera të botës? Unë më thënë që në Amerikë mbi 25% buxhetit të gjithë Amerikës shkon në shërbimet shëndetit mendor. Kosova ka disa veçori cilat kanë bojnë me vetë gjendjen, me vetë historikun, me vetë luftën. Ne si shoqëri këtu kemi trauma nga lufta e vitin 99, cilat nuk janë shëruar, nuk janë as diagnostikuar, leve me shëruar, edhe ato mund të ketë shumë pacient, shumë njerëz individ pistar shoqërisë tonë, cilët vujnë nga depresioni, edhe mund të mos e dinë, ose mund të vujnë nga, ne i thëmë çrregullimi post-traumatic stress disorder, çrregullimi i stresit post-traumatik nga lufta, edhe ato mund të shprehen në forma ndryshme, zakonisht ndërhyjnë në funksionet e larta të individit në punë ose dikun tjetër. Edhe për këtë arsye unë mendoj që fokusi në shëndetin mendor nuk është vetëm shpenzim, është investim në vetë progresin edhe zhvillimin ekonomik të vendit, për arsye se njerëzit tonë atëherë janë shumë më funksional nga se kërkojnë ndihmë edhe morrin ndihmë. Pavarësisht që është diskutuar në për treza të ndryshme, të paktën në ditën botërore të shëndetit mendor diskutohet edhe më shumë. Po, pavarësisht kësaj, vazhdon ende stigma ndaj njerëzve të cilët kanë probleme me shëndetin mendor. E kam përshtypjen që nuk ndodh vetëm Kosovë, por ndoshta është më shprehur tek ne. Stigma ndaj sëmundjeve mendore në aspektin historik edhe në aspektin multikulturor, geografik është shpërndar gjithmonë. Në New Jersey, një diçka që kom pa shumë veçantë është një populatë e shtuar nga Korea e Jugut edhe në shoqërinë e Koreas së Jugut është një stigmë jashtëzakonisht e madhe. Mirë po në Kosovë madje, domethënë kjo ndikon që njerëzit kërkojnë ndihmë, domethënë ndikon hezitimin e tyre që kërkojnë ndihmë. Edhe zakonisht, domethënë çësia në shoqërinë tonë është nëse një person ka sëmundje mendore, atëherë ai person ballafaqohet me izolim, me stigmatizim, në farë forme ajo bashkëndjenja e jon, empatia, disi nuk shkon te pacientët sëmundjeve mendore. Kryesisht ne si shoqëri, ne si individ tentojmë të largohemi nga ata. Për shembull, nëse një person ka një sëmundje tjetër, ne vizitojmë, tregojmë empatinë tonë, dërgojmë dhurata, kujdes. Mirë për nëse një person ka depresion, apo skizofreni, apo çrregullim bipolar, apo ka pasur tentime vrasje, të cilat i ka bjetuar, përgjigjja natyrale e njerëzve për fatkeq është të largohen, distancimi, bojkotimi, apo mos ballafaqohen me ato. Unë mendoj që kjo si ndikon pastaj kjo te këta persona të cilët ndoshta hezitojnë pastaj me kërkuar edhe ndihmë. Po, përpos efekteve tonda psikologjike që mund të ketë, atë këta persona nga frika që ata mund të izolohen, mund të stigmatizohen, atëherë nuk kërkojnë ndihmë. Mund të mos flasin me shoqen e tyre, personin e dashur në raport me problemet e tyre, edhe kjo ndikon që ata mos pranojnë ndihmë, sepse nuk kërkojnë ndihmë, edhe gjithashtu edhe vetë procesi i shërimit është shumë i vështirë, sepse ata ndihen stigmatizuar dhe si pasojë ata në shumë raste nuk i morin banat pastaj, sabotojnë procesin e marrjes banave. Mendoj që këto janë gjëra që mund të adresohen me edukimin shëndetësor, me anë të edukimit shëndetësor, edhe ne shoqëri ta morim, është një diçka shumë e rëndësishme të sëmundjeve mendore, që nëse një person ka një sëmundje mendore, kjo flet për gjendjen e sistemit nervor, por kjo nuk thot asgjë për karakterin e atij personi.
një person mund të jetë njëri jashtëzakonisht i mirë, por mund të ketë një smundje mendore. Gabimisht njerëzit e perceptojnë që një person i tillë mund të ketë diçka të bëjë me diçka tjetër që ka të bëjë me karakterin e tij. E kjo nuk është e vërtetë ose saj. Smundjet mendore duhet trajtohen si çdo smundje tjetër, edhe ato nuk flasin për karakterin, moralin, etikën, çdo gjë që e bën një person të konsiderohet si një pjesë e dani e shoqërisë tonë, ato janë thjesht një smundje që duhet çrohet. A mendoni se të rinjët kanë fillu me SB ndoshta apo me ndryshu këtë mentalitet që kanë bizotru për vite? E shohim që tashmë dalin më hapur, tregojnë për problemet e tyre, qoftë për një depresion të lehtë, apo problemet e tjera të shëndetit mendor. Tashmë për rrjeteve sociale i kemi më afër dhe shohim raste të ndryshme. Unë mendoj që Kosova është pjesë e zhvillimeve globale që ndodhin edhe gjithmonë botë tani në kohën e internetit, kohën e Facebookut. Do thonë shumë gjëra po ndryshojnë edhe Kosova fatmirësisht është pjesë atyre zhvillimeve. Mirë, po ne duhet bëjmë shumë më tepër që të arrijmë që t'i bindin persona që nëse kanë dijen që kanë nevojë të kërkojnë ndihmë. Së dyti që t'i ofrohet ajo ndihmë, e së treti që ajo ndihmë të jetë e niveleve dhe standarde botërore dhe në veçanti bornat më moderne të jenë disponueshme në Kosovë. Kjo do të dërgojë në uljen e shkallave të vrasjeve, uljen e konflikteve agresive, kështu me radhë. Domethënë, shëndeti mendor është pjesë e çdo lamie të jetës. Gjithashtu dëshiroj ta theksoj një gjë dhe shpresoj që ju si gazetar ta harrojmë tani këtë çështje. Unë flitet që në Kosovë është një qendër e shëndetit mendor në shtime, edhe kolegët e mi, unë s'kam qenë asnjëherë mirë, po kolegët e mi thonë që atje gjendja është jashtëzakonisht e vështirë. Personat janë të institucionalizuar edhe unë shpresoj që ju si media ta harrojmë tani gjendjen e tyre, gjendjen e gjithë institucionet dhe gjithashtu shikoj se çka mund të bëhet që shoqëria të investojë, sepse ata janë njerëz tanë që janë hospitalizuar atje. Edhe, domethënë, kanë shumë bëjnë, është qasje multidimensionale se si pranojnë shërbime, sa janë mira, edhe thjesht mos jetë ai një vend që ne personat kushtimisht quajtur, pa dëshiruar në shoqërinë tonë i dërgojmë atje, institucionalizojmë edhe s'dëgjojmë për ta. Po thjesht të sigurohemi që janë standardet e kualitetit, shërbime shëndetësore, por njëkohësisht edhe mirëqenia atyre përgjithshme. Po. Profesor, faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne edhe për shikuesit e programit të mëngjesit. Ju faleminderit shumë për ftesën edhe ju falenderoj veçanti që ju problemet e shoqërisë tonë që kanë të bëjnë me shëndetin i sillni para publikut. Edhe shpresoj që ne detyrë dhe misioni jonë. Mjekët edhe gazetarët mund të bashkëpunojnë së bashku në mënyrë që ne të ndihmojmë njerëzit tanë. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit juve.